Faleminderit shumë Jelena Stanković. Shumë faleminderit Jelena dhe të urojmë suksese, urojmë që ta gjesh familjen tonë biologjike, e tash marrësh të trokasim pak në Gjilan, shkojmë pak në Gjilan e kemi bo një reportazh tek Albina Myrtaj Dermaku, Revive medicinë, studio medicinale estetikës. Estetikë medicinale tek Albina në kanton Soloturn, shkojmë pak ta vizitojmë. Viral, hajde këtu me mu. Hajde të shkojmë të një estetik medicinale e cila ndodhet në Deredingen 33, Hauptstrasse 33, kanton Soloturn, të një shqiptare e suksesshme nga Gjilani, Albina Myrtaj Dermaku, e cila ka ardhur para 13-14 viteve në Zvicër. Shikoj pak pallatin, Deredingen, Hauptstrasse 33, kanton Soloturn. Në katin e parë të kësaj ndërtese, hajde me mu të prezantojmë se po na shtyp në kjerr, prezantojmë suksesin e një shqiptare nga Gjilani, e cila ka një estetik medicinale që sjell shumë shërbime për të gjitha femrat në Zvicër. Revive quhet klinika, Revive. E tash po e prezantojmë, ja ku jemi këtu. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, geschlossen oder nach nuk e di çfarë thot. Edhe shikoj këtë numër telefonin nëse kapen. Merrni kush ka dëshirë për këtë shërbime, ama sot, Samstag, ta dini që deri në orën 12 puno. Ja, 9 deri në 12. Tani në këto momente është ora 1 drekës, nuk ka njerëz e kemi mbajt Albinën në mes zor me na prezantu studion e saj të Miliona Cushaur. Hajde me mua. Opa, hajde këtu Albina. Mirë se erdhe. Mirë faleminderit. Si ja kalove? Mirë faleminderit. Ai lov? Jo as pak. Unë po. Unë jam lodh dhe sot erdha për t'u çlodhur pak, sepse kur prezantojmë sukses, ne edhe çlodhemi. Faleminderit shumë për kohën. Albin, a gabova diçka apo jo? Jemi në Revive Klinik në Deredingen. Deredingen, Hauptstrasse 33. Hauptstrasse 33. Bukur. Atëherë, po ju tregoj, ora 1 drekës e kemi marrë Albinën në mesor për të na treguar suksesin e medicinës, pra estetikës medicinale që shërben Albina Myrtaj Dermaku nga Gjilani. Mirë se gjetëm, faleminderit për kohën tënde dhe kam dëshirë me ditë që Revive, më pëlqen kjo logo shumë, më pëlqen emri i saj, si ka ardhur ideja për të vendosur këtë logo dhe këtë emër të studios tënde? Them drejtën Altin, kisha pak dilema tek emri, nuk ishte edhe pjesë shumë e lehtë për me vendosën, do isha një emër diçka me një kuptim pak më të mirë, diçka që ka tingëllon për vesh më mirë, edhe si përfundim e vendosa Revive. Ishte zgjedhja jote apo të ndihmoi dikush? Po, patjetër në konsultim edhe me bashkëshortin. Okej. Po më shumë se zgjedhja ime. Revive për ata katonarët si puna ime që s'dim anglisht, domethënë rikthema apo jo? Po, përmes këtij emri kam dashur me sinkronizu që është e mundur të kthehet e bukura përsëri. Okej, atëherë, flas për veten këtë rast që kam mundësi që në këtë estetik medicinale të Albina mu rikthy edhe i herë. Patjetër, po për te nuk ka nevojë edhe atë shumë Altin. Po shumë, si shprehet, je kujdes shumë mirë ndaj lëkurës, shëndetit lëkurës. Faleminderit, por besoj që nevojë kemi gjithmonë. Prandaj shoqërisht ju kemi juve. Albina, ke vite në Zvicër, më duket 13-14 vite? Po, ashtu diçka, të drejtën, aq shpejt që po kalojnë vitet, nga njerë edhe po harroj se sa vite jem bon, po ashtu diçka, 14 vite. Të vështira, të mira, si kanë qenë këto vite për ty në Zvicër, sepse ke ardhur moshë mallore më duket, apo jo? Të drejtën Altin, vitet e para, ajo pjesa integrimit, nuk është ta që letë, që she ke përjetu edhe ti vetë, ose edhe shumë shqiptar tjerë, nuk është ta që letë, po nëse ki një vullnet, ki një synim, edhe donë me dojë mos me arritën, edhe te ke fundit, për derisa jemi armë këtë vend, është e domosdoshme integrimi, edhe mirë ka vazhduan. Jeshtë atë në 3-4 viteve të para. Po 3-4 vite të para. Derisa krijova rrethin, derisa krijova shoqërinë, po tash them drejtën ndihem, po thuj se sikur në vend lindje. Bukur. Sa kohë ke që e ke hapur këtë klinikë Revive? Tash si e pamvarur, bohën 2 vite. 2 vite? Po, 2 vite. Ke investuar shumë, ke pas vështirësi me hap këtë pikë të sukses të veçantë?
për investim kuptohet. Ka marrë një pjesë të madhe si të kohës, si të mjete financiare, nuk ka qenë edhe aq e lehtë, por prapë se prapë mos bona e tepër të e përsëritën kur e ki ndihmën e familjarëve, kur e ki ndihmën e bashkëshortit, shoqërisë, rrethit, çdo sen është edhe më e lehtë. E mirë na dole të ndihma bashkëshortit, kam dëshirë me bëj pyetje si pak private ndoshta kjo, po jo, nuk është private, nuk është përgjithshme është kjo. The ndihma bashkëshortit, a ndihmojnë bashkëshortet shqiptar, femrat shqiptare në diaspora apo jo? Pra, a janë gatshëm me ndihmu dhe me suportu ëndrrën e bashkëshortes tyre apo jo? Dhe a ke ndesh ndonjëherë në një rast që ka femra që janë të martuara, por kanë ëndra për të realizuar biznese apo qëllimet e tyre dhe nuk e kanë mbështetjen e bashkëshortit? Fatkeqësisht, Altin, deri para disa viteve, ndodh me cikën, kom qenë në pjesën e integrimit e punësume në një projekt në kanton Solothon për gjuhën shqipe. Edhe aty kom moderu temat ndryshme me grupet ndryshme të grave, konkretisht shqiptarët. Edhe kom rastisën, mos thom shumë femra, mos ta egzagjeroj, po përbes ka raste që është për të ardhur keq si shoqëri që jem, kur një njeri e ki soti, inteligjent, atëherë pse mos me suportuan ose pse mos me ndihmuan. Kom pas shumë raste me të vërtetë që më kam prek thënë zemër, po shpresoj edhe kom një bindje shumë plot se mentaliteti jon si shqiptar çdo ditë e më shumë është ka ndryshon. Jem të bukra idiot, ose me respekt, ose me barazi të socialt mes çifte. Apo ka raste që mbyllen edhe ja mbyllin ëndrat bashkëshorteve, nuk le. Po, edhe thom drejtën, me të vërtetë këto raste janë që prekin shumë thellë emocionalisht. Kam raste këto që janë femrat shumë të zgjuta, din 2-3 gjuhë, për arsye, xhelozia, po pa marrë për arsye çfarëdo qofshin ato, nuk e kanë drejtën me shkuan mu punësu dikon, me I shfaq njohuritë e tyre, ose me I shfrytzu ma mirë me thonan, edhe jo, është për me të keq, po shpresoj. Me pak fjalë është fat me pas një burrë që të mbështet. Shumë. Sidomos një burrë shqiptar, Ashtu. E përkrahi mendimin tonë, është me të vërtet fat. Shikoni, albaner, shqiptar, mos të hiqna këtu si burri mirë, se në fakt jam burri mirë, po s'kom qef mu livdu. Suportoni bashkëshortet e juaja, qoftë se kanë një ëndër apo I dëshirë, apo vajzat e juaja, gjinin femrorën përgjithësi, sepse realisht është gjënaf me u kput ëndrat apo dëshirat apo vullnetin apo talentin që kanë. E kështu që ja, sot në Deredingen, hapshtrase 33, Albina Myrta Dermaku nga Gjilani ka hapur një klinikë që jo çdo kush mundet me marrë në këtë vend mes të vendit apo jo, mes qytetit, mes fshatit apo si është. Po, them, kom pasën fat, edhe kjo ishte një arsye që kom priten një vjet e gjys derisa është përfunduar gjithë objekti për me mujtën me marrën. Po prapë se prapë ja arrita. Okej, bukur. Albina, kam dëshirë tash më na tregu pak shërbimet. Çfarë shërbimesh? Edhe përpara se dalim të shërbimet, kam lexuar shumë gazeta që kanë shkruar për klinikën tënde, për studion tënde. Gazeta zvicrane më duket apo jo? Po, kam qenë pjesë e reportazhit gazetës Solothurner Zeitung. Mandej ky artikull u marrë edhe nga gazetat e tjera, edhe ka të bëjë do thotë me pjesën e integrimit, se si jom integruan, se si ato vështërsit e viteve të para, po prapë se prapë e dim se jemi në një vend të mundësive, jemi në një vend që na përkrohen si pakit, si me thonë drejtën se tashti nuk jemi që jemi njohë deri tani si pakit, po janë shumë përkras ose motivus, të thoja, edhe po. Po, bukur, atëherë, shikoni dashur të shikues që nuk duhet asnjëherë për t'ju këputur një ëndër një femre.
sepse apo i dëshirë apo një vullnet që ka, sepse ja shiko, Albina në këtë rast është ambasadore për shqiptarët në far forme, pasi kanë shkruar suksesin e saj shumë gazeta të këtij kantoni, edhe gazeta Solothurnit ka shkruar për Albinën, ka bashkëpunuar me ta, kështu që me pak fjalë është një lloj ambasadorje për të mirën e kombit tonë shqiptar. Albin, na trego pak shërbimet që i bën në këtë studio. Po, Alten atëra po kaloj pak me një prezentem që ta di pak më mirë. Po, në qoftë se mundemi me lëviz pak. Patjetër, Alten. Kjo është dhoma recepcioni ku i pret si fillim. Ose ndryshe siç njihet Vartë Raum. Vartë Raum, pra dhoma e pritjes. Po, atëra unë jam e diplomuar në fushën e estetikës medicinale. Diplomimin ku ke bërë? Në Zvicër. Në Zvicër. Në Zürich. Prodhim zviceran, domethënë, dia jote. Zviceran, i kombinu me shkollën e Kosovës. Ku atje edhe ajo është universitet në vetë, ta dish. Me patjetër. Edhe të rritesh në Kosovë, mos bësh asgjë, vetëm të rritesh. Vetëm të rritesh t'ja përvoja që nuk mundesh as në shkollë me mësuar. Se shkolla do thotë profesionalizon me një fushë ose me një degë të caktuar. Apo përvojat e jetës çka mundesh me i fituan sikur në vendin ton. Absolutisht. Se jem njerëz që improvizojmë shumë. Tu kemi një studio tjetër, kjo është... Po, kjo është dhoma e parë. E dhoma e parë... Trajtimet për ndryshe, kam edhe 2 mjek zviceran këtu, nuk jam vetë. Po thëmë shoqyrë që janë zviceran këtu? E kom gjetë momentin që janë ata këtu, po se s'kisha ditë me fol me ta gjermanisht. E ma mirë që ka marrë pa qenë ata. Edhe të kishë marrë besa dhe ma shumë kohë. Edhe më kishë marrë kohë. Sikur të ishim të tretë. Absolutisht. Shikoni tash, vetëm një detaj që po e shohon dashur shikues. Revive, kuptimi, ja ku është. Tash e gjeta kuptimin, e bora lidhin. Kuptimi revive, ja ku është. Ja ku si e revive ja si të bën. Pra kuptimi i këtij titulli apo emrit të kësaj estetike medicinale është revive. Bravo qoftë Albina. Shumë i qelluar dhe emri. Faleminderit. Tani këtu bën shërbimet e para. Dhomën e parë kalojmë në atë pjesën tjetër ku aty edhe e kryjm analizën, se mundohemi që gjitha trajtimet t'i bëjmë personalizuara për gjitha nevojat që i kanë rreth lëkurës apo qëllimeve të tërve, dëshirave që dojnë mi arritën, s'pari e përfundojmë analizën e lëkurës, e cila na jep një pamje që ju gjithmonë me sy mujnë mi vrejtën problemet në shtresat ma thella të lëkurës. Pasi ta përfundojmë analizën, bisedim me klientelën, mundohemi me arritën me i po dëshirat e tënve edhe me i bo fërglihen me mundësit se qka është e mundur me u realizu, se mundohemi gjithmonë me qenë sa ma sinqert. Okej, çfarë është puna, shërbimi që bën ti personalisht dhe shërbimi që bëjnë mjekët që i ke këtu? I ke një mjek, 2 mjek sa janë? 2 mjek, 2 mjek i ke, po. I kam. Njëri është që vjen rregullisht. Po, i kemi pothuajse të ndamet e Alten. Unë kaloj këtë pjesën kryesore të parën, analizën, disa tretmane tjera për shembull, jo invazive, mandej nëse është e nevojshme ose nëse dëshirojnë, nai tretman si për shembull botoksi ose fileri, atëra e kryen mjeku. Okej, i kryen mjeku. Unë Jakub për ndryshe po e nënshkruaj këtu. Po e nënshkruaj këtu që do jemi si i themi, klient apo mështëri apo si i themi. Kjo dush me rëndësi me arritën. Kjo këtu çfarë është Albina? Ka mundësi më t'tregu? Po, kjo makinë e bën shkrirjen e djamit. Djamit? Djamit, ti rreth kryolipoliz. Posh, nonën, primesh kjo është... Përves, po. Qelizat adipocite harron i eliminon. Derën qelti nonën, me villë sta me që të shpija une? Po, Alten edhe me ta dhonën, dohet ko për me mësu procedurën, se si do të mu përdorën. Interesant. Besoj se nuk të krymë punë. Interesant. Tashi, a mundesh me më shpjegu pak a shumë si është kjo? Kjo vendoset në për pjesët ku... Po, në pjesët e trupit, ku ke vdhjam, apo jo? Ashtu, në ato pjesë pak ma delikate, ku dojmë me larguan qatë pjesën djamore. A largohet? Ka sukses për shembull? Në qoftë se vendosi? Them dhe drejtën, masi që edhe unë pytem, vetëmja procedurë që munden me u shkrije në Shqip, të thojmë qelizat e djamit,
është ky tretmani që ti rrët krye lipolyze. Tash më fal, kjo Se me sport Po. mundesh me bo që vetëm ajo qeliza me u zbrazën, Po. po ajo mbetet aty. E Okej. përmes kësaj mënyre, qeliza shkrihet komplet. shkrihet. Tani ashtu. shkrihet nga i nxehti apo nga i Nga ftofti? i ftofti. Nga i ftofti. Nga i ftofti. Që t'jemi korrekt. Këto sa vendosen në trup? Të Po katra, më varet Varet të në barkut. cilat pjesë ki dëshirë me i vendosën. Okej. Për shembull pjesën e barkut Po. ose pjesën e kofshve. Pra këtu ka mundësi edhe për XXL si puna ime, dhe më thonë që me mujt me Me heqat. patjetër. Me të ftohtë të shkrihet dhjami, pra këtë detaj se kam ditë. Kam menduar që merresh vetëm këtë pjesën e estetikës, e dukurisë Ftyrës, po por mendon, jo që ka po. edhe këtë pjesa Jo, tjetër. përveç tretmaneve të ftyrës, të lëkurës, na ofrojmë edhe shërbime ose thonë ma mirë terapia dhe kundërromjes të flokëve. Okej. Ose për shembull te mashkuj zakonisht pasi që ta kanë transplantin e flokëve, do të me dojmos me i kryen qëto tretmanet perpi e njëra thirrët që është me gjakun e vetë personit, ose mezoterapi e cila është me vitamina, aminosojre, mineralje që e bojnë rrojën ma trash edhe e ushqim. Po Alten, qysh edhe në fillim krejt e ceka, për mes qësaj makinës, une e marri një pasqyrim pak ma të thellë, të lëkurës, edhe mundona për mes rezultatit kësajna, gjithë se cilit mja personalizuan tretmanin. Okej. Apo llojin e produkte. Si merret analiza Albina futet ftyra këtu besoj. Po, futet ftyra këto Alten, për disa sekunda. Këtu futet ftyra për disa sekonda, për 1 minutë. Po. Ja. Edhe merret analiza Derisa fytyrës. analizat është gati, unë e shfrytëzoj rastin edhe e kryj anamnezën, se më intereson historia e shëndetit, çfarë sëmundje për shembull ka, apo a ka ndonjë lloj terapie, gjenetika e kështu me radhë. Bukur. Pra, këtu është edhe dhoma tjetër ku merren analizat e fytyrës, se bëhen disa trajtime të tjera fytyrës, lëndës fytyrës. Faleminderit. Edhe Këtu kam edhe një dhomë tjetër Altin. Këtu. Po, aty ofrojnë për masazh kompasën. Si ka lutë, e një mirë, të bëne, e një logë. Nuk është askush, po ja futa kot. Albina, çfarë desha me të pyet tash? Kam dëshirë me ditë për klientelën e Revive. Klientela jote është shqiptare, huaj, çfarë është deri tash? Është shumë e larameshme. Po thuj se edhe dihet Zvicra që ka nacionalitetet ndryshme, edhe klientela jam është aq e ndryshme sa gjithë popullsia në Zvicër që cilët jetojnë. Okej. Nacionalitetet ndryshme. A ka shqiptar shumë ky kanton ose ky qytet ku jemi ne tash në këto momente? A ka shumë Mund shqiptar? me tha bone ty një pyetje? Hajde. A mon e din ti ku nuk ka shqiptar? Jo, unë Ku ju nuk ma di. mirë? Besoj sinqerisht po ta them me sinqeritetin më të madh, edhe prej Kinë më kanë shkruajtur shqiptarët në rrjetet e mia sociale. Jam i shqiptar Shumë e në Kinë, vërtet. në përcjellje me misionin e juaj Fol Shqip Show, bravo na knasht prej Kinë më ka hik truni kur e kam pa. Disa kantone, kur nuk kom pasën të njofshëm, apo s'm ka rastis me shkuan, nuk e kom ditën se sa mundet me pas shqiptar. Po thëm drejtën, deri më tash, nuk e di naj vend që kom shkuan, apo që kom njoftu dikon edhe ka thonën nuk ka shqiptar. Po, kam dëgjuar disa Jemi të raste shpërndam. Albina që thonë shqiptarët nuk vinë të shqiptari, se sa e merr vesh shqiptarë nuk vinë. Nuk është e vërtetë, nuk besoj që është e vërtetë. Jo, Pra, as ti hedhin pak. poshtë të gjona të fol Jo. keq për njëri tjetrin, se nuk Jo, është e vërtetë. as pak. Po, pra, domethënë ti ke klientel shqiptar dhe vinë shqiptar. Për zotin, prej fillimit, më kam pritën tepër mirë, Mhm. edhe më kanë ardhur rregullisht një ndot kënaqt. A ka klient që vinë këtu edhe pse jemi në Zvicër edhe nuk kanë mundësi me u trajtu, s'kan buxhet edhe të thonë a mundesh me na prit përpare apo a mundesh me bë gratis apo diçka. Tam drejtën Altin më ka rastisën edhe kjo ndodhi, po ju mundu me mirë kuptuan, edhe më ka ardhur keq me ju thonë jo, ja u kemi kry shërbimin, edhe kanë ardhur dhe kanë kry pagesën, kur i kam pas mundësit. Okej. Se këto problemet e inflamacionit e kam prek edhe Zvicrën. Edhe Zvicrën, absolutisht që po. Okej, Albina, tash jemi në minutat e fundit të kësaj interviste, duke të uruar shumë suksese.
për punën dhe për shërbimin që bën. Kam dëshirë vetëm me marrë edhe një mesazh në shop, se keni mesazh për shikuesit e Full Ship Show. Patjetër, spari i përshëndes gjithë publikun e Full Ship Show, edhe për fund dua t'i bëj thirrje që le të kujdesin sa më shumë për shëndetin e lëkurës, se lëkura don për kujdes, dhe zakonisht nuk mjafton vetëm ai kujdesi shtëpiak, se është një bazë fillestare, pa marrë edhe një analizë specializume për gjithë secilin, pa u konsultu me një profesionalist që mos kalojnë ose mos presin vetëm atë fazën e fundit kur është e domosdoshme, për të kujdesen për mirëqenjen e tyre, jo vetëm të lëkurës, por në përgjithësi. Shumë faleminderit për teje. Faleminderit shumë, shumë suksese. Gjithat mirat. Të uroj shumë suksese me Revive. Faleminderit shumë. Kthehemi në studio, gjiganta na pres nëse miliona shikues janë të na prit. Po zhvendosemi për një hapësirë më moderne. Po zhvendosemi për një klinikë me standarde ndërkombëtare. Po zhvendosemi në tjetër nivel. Po zhvendosemi për t'ju sjellë më shumë privatësi dhe rehati. Po zhvendosemi për të sjellë teknologjinë më të fundit në trajtimin e rënies së flokëve. Ozon Hair Clinic po zhvendoset. Po përgatitemi për ju në një hapësirë të re.